Kohët e fundit vjet e re se kanceri i gjirit po prek dhe moshët e reja, për këtë mjekja onkologe Kleva Qeraj bën apel që të kryen më shpesh vizita, teksa mamografia rekomandohet të bëhet që në moshën 40 vjeçare dhe të përsëritet 2 herë në vit. Ajo tregon në një rast një moshë të re të diagnostikuar. Duke qenë se për fat keq, trendi i shfaqjes së kancerit të gjirit vjet re dhe në moshat më të reja, pra flasim për gra në 40 vjeç, mosha 30 apo 20 e ca vjeçare, tash protokollet e depistimit kanë ndryshuar. Nëse më përpara rekomandohej që mamografia të bëhej 50 vjeç e sipër, tash rekomandohet që mamografia të fillojë që në moshën 40 vjeçare. Dhe do të përsëritet një herë ose 2 herë në vit sipas këshillave të mjekut ekzaminues dhe specialist për këtë gjë. Nëse janë shfaqur shenjat, një grua duhet menjëherë të paraqitet në konsult para specialistit nëse ajo ka evidenton një masë në gjij apo në sqetull, nëse vjen re ndryshim të përmasës së gjirit, nëse vjen re një skuqje apo një irritim të lëkurës, pra lëkura bëhet si portokalle quajmë ne, nëse ka futje të thithit brenda në gjij apo ndryshim të lëkurës rreth thithit të areolës, ose nëse ka sekrecione me ngjyrë hemorragjike nga gjiri, nga thithit. Rreth 3 vite më parë kemi diagnostikuar një nën faktikisht, ajo ishte me 3 fëmijë, edhe mosha e saj ishte 29 vjeçare. Në atë kohë e kemi trajtuar me kimioterapin adjuvante, pastaj u arrit zvoglimi i masës dhe pacienti u nështrua interventim kirurgjikal. Aktualisht është pa shenja të sëmundjes, është shëndoshë mirë, vazhdon në ndjekjen periodike dhe trajtimet e nevojshme. Sipas shifrave, 28 raste janë zbuluar këtë vit me kancerin e gjirit në Shkodër, 2 raste më shumë në krahasim me njëjtën periudhë të vitit kaluar.